Evi Sala u soll me bujë si ministre e shëndetësisë me argumentin se ka studiuar e punuar prej vitesh jashtë, është eksperte në fushën e saj dhe sipas fjalëve të Edi Ramës, ajo do ta rilindë shëndetësinë. Por Evi Sala vetëm pak muaj pas emërimit, gjëja e parë që bëri është rritja e çmimeve të ilaçeve. Pak ditë më parë, Ministria e Shëndetësisë ka ndryshuar çmimet e rimbursimit të barnave përmes një procedure të errët dhe të paqartë, pa konsultim me kompanitë farmaceutike dhe pa transparencë mbi metodologjinë e përllogëritjes. Vendimi u shpall ditën e shtunë në kushte administrative jo normale, ndërsa vetë shifrat tregojnë rritje ekstreme që variojnë nga 3 deri në 4000%. Listat e barnave janë publike dhe kushdo mund t'i shohë, mirëpo vetë Evi Sala ka tentuar të spërdridhet sot duke u hedhur syve e shqiptarëve dhe duke akuzuar mediat se po gënjejnë. Ministria e Shëndetësisë u kujtua të dilte me një reagim vetëm pas 3 ditësh duke tentuar të justifikojë skandalin. Në rastet kur bari është në proces për t'u pajisur me autorizim për tregtim ose proces rinovimi të autorizimit për tregtim, mbajtësi i autorizimit për tregtim ose përfaqësuesi i tij ligjor i autorizuar prej tij kanë të drejtë të bëjnë deklarim të çmimit të barit. Por komisioni miraton çmimin e barit pasi ai është pajisur me autorizimin për tregtim. Pika 12. Çmimi i referencës për Shqipërinë do të jetë çmimi më i ulët nga elementët e mëposhtëm. Çmimi që aplikohet ndër 5 shtetet referente, Itali, Greqi, Serbi, Maqedoni dhe Kroaci, çmimi i tregtimit me pakicë të barit në vendin e origjinës, çmimi i barnave të importuara në Republikën e Shqipërisë gjatë 12 muajve të fundit. Pika 13. Çmimi i barit duhet jetë deri në 80% të çmimit të barit origjinator, të regjistruar pranë agjencisë. Nëse bari origjinator nuk është i regjistruar në Republikën e Shqipërisë, atëherë do të merret përbazë çmimi i tij në vendet e referencës dhe të origjinës. Pika 15. Barnat për të cilat nuk është deklaruar çmim brenda datës 31 tetor të vitit aktual humbasin të drejtën për të përfshirë në listën e barnave të rimbursueshme për vitin pasardhës, thekson Ministria e Shëndetësisë. Por Evi Sala mashtron hapur vërtet për disa barna çmimet janë ulur, por për disa të tjerë janë rritur ndjeshëm. Cefazolina ka mësuar rritje prej rreth 4000%. Metformina, një nga barnat që përdoret për diabetin e tipit 2, ka mësuar rritje duke filluar nga e shtuna. Sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë, çmimi i këtij produkti të prodhuar në Maqedoninë e Veriut rritet me 2000%. Tobradex, një medikament që më parë ka qenë 300 lekë, do të shitet rreth 97% më shumë. Remsima, një ilaç antiinflamator për të rriturit, ka mësuar ndryshime çmimi prej 97%. Ndërsa produktet me përmbajtje Gatocteric acid, të përdorura si solucion për injeksion, kanë shënuar rritje që variojnë nga 13 deri në 62%. Ulja dhe rritja e ndjeshme e çmimeve rrezikon të fusë në kaos farmacit. Në sistem janë ndryshuar çmimet e pothuajse 40 barnave të listës së rimbursueshme për vitin 2026, por farmacit nuk kanë dieni për çmimet e reja. Unioni i biznesit farmaceutik dhe urdhri i farmacistëve të Shqipërisë janë drejtuar me një shkresë zyrtare Ministrisë së Shëndetësisë dhe Fondit në lidhje me shqetësimet dhe problemet që lindin nga miratimi i çmimeve të reja pa u dhënë koha e duhur për të hequr barnat, për të cilat kanë detyrim ligjor të kenë sasi për 2 muaj në mënyrë që të mos krijohet mungesë në treg. Një zëri ata e kanë paralajmëruar Ministrinë e Shëndetësisë se miratimi i çmimeve pa u dhënë kohë mund të çojë në ndërprerje të furnizimit me barna dhe mungesa në treg.